Ka përpos kjo, këtë. Zdojke blerimi, nga më është të shkoj shpak të shka. Do këtë zdojke më na qitë në dritë heqë. Vitë në tera? Po, se këtë zetë tera, po. Ter. Këtë ka për post. Ka për post, Ka për post, i tonë. Mirë, amis të ndërum, mirë se po takohemi në emision 118 të gjithë besimtarëve musliman, ja uroj festën e Kurban Bajramit. Ka kalu? E di që ka kalu, por që nuk e ka për misioni jonë, e Edhe ne na e shfrytëzojmë gjithë rastin. e shfrytëzojmë rastin pak me vonesë, po ja që ne me termin jemi të shtunën dhe repriza është të dielën. Kështu që le të jetë një viti mirë, i marë, mas ti Bajrami, pjesa mbetur e këtij viti, fakt. Le të kemë dashunie, harmoni, duhemi ma shumë, mos të ngusemi. Tek e funit, kjo jetë është e shkurt. E më ngusë nuk bëhen. Një ditë se që më tek njoni, fa ditë. Tha, shumë emisioni i mija, tha po, ka pak tha po shoni. Thash po po shojna ka pak po shojna. E pse po shoni? Thash po shojna ka pak po shojna, se s'kena që ka me vose po do të nësh. Edhe, Kush e durantër? qaz, Që pa të emnin kamerë më mëndë veho, qazim? Nëse e di, po deshta me thonë kjo sheki vetë. Sheki, mirë mrama sheki. A e mirë, si e? Si po duket këtu në studio? Perfekt, top, okej. Vazhdoj të në zëtë. edhe tha, po shoni ka pak, thash po shojna ka pak. E s'disha që me jek, thash, po mirë. Me bo më të hup, thash, një 500 euro ty. Qysh tu, lësht kam. Tho, wow, si që me hup më ben 500 euro, bafshin në djallë, apo tho, unë të bënë 900.000. Ja, vëda tha, unë e thamë qysh të qysh për thuti. E pse, thash, qaki, veç ta ke njëzë më të shiru për i blesh njësa, jo, të paska ka për një smak. Jove ato që pihan të jata kekerikat me Të krep. paska një smak, pa Që se me si blej ma si kekerika me zhigule. Jetën kam shu krypa, a i njani tha shumë për shoni. Nejse, ngam ta. Ama vetë Ngam, me vëmendje, sa është të rëndësishme. Ne në emisionin tonë trajtojmë tema, ka dhe si thashore, mirë mrama popull i ngullt në kredit, popull që ta shohë pak vinë dorsmat, ngullt me edhe një kredit tjetër. Isholla dorsmat ju shkojnë mirë edhe nusët rinë me dhondrit, se me bom, e kena pas, po ja për sëriti, me bom me ikë nusja ose më ndo tjetë krediti. Kështu që sa ma ka... Tjetë viscerata kreditit. Sa ma ka bujtësia, mjellni kep, mjellni kompira, mjellni patate, domate, nejse. A, kërë më të shtë anglisht. Anglisht, se ne jetën të kumë kalëzu, ne nuk jemi për gjë, një viagër e kena maru. Pa, e vërtet. Një plak tha shkojnë në barnatore për javan, a ka mundësi një viagër? Aja qika të thot, që shbre, aqë ta s'pët vjen mare. Bori plak tha viagër, tha, oj motër, tha sa tha të marë se në sa kam rritë. Po tha, kur për baj nevojën, tha marova të i pëshur kam. Vërtet, e mirë këka. Kjo ka e re. Të edhin që bëjmë atër. Jetën, populli kalu pimenve, kërejt. Cële? Në botë, popujt. Sa kanë lu? Duhe në rutroni këti popullit. Jo dhe këti, vlerim, dhe dhanë 1.2 miliard. Këtëre që atë vlerim në qatë GPT, a qërone e ves, që pak sa i ka Kina, sa banori ka, 1.2 miliard jetën njerëz. Qashtu i ka Kina, përëpërsisht? Jo, unë kam qërë me vetë. A, sakti, Po, qatë GPT mirë dita. Po, sigurisht. Unë jam këtu për të ndihmuar me çdo gjë që ke nevojë, qoftë ide, përkthime, shpjegime ose thjesht biseda. Çfarë ke në mendje sot? A do ndonjë ndihmë specifike? Po, sa banor i ka Kina? Mund të them që kam një gamë të gjerë njohurish, por nuk jam person real, kështu që nuk kam ndjenja apo eksperiencë personale. Unë mësoj nga të dhënat që kam trajnuar dhe përditësohem me informacione nga bota. Nëse ke ndonjë pyetje për diçka, jam gati të ndihmoj. Sa? 24 miliard.
GPT-në. Jam robot, nuk jam emocion. Se më zdeshte me nejse, 1.4 miliard. Dëmon, po me të ka një forma holla aty. Se 1.2 miliard njerëz kanë lupi me në me. Më falë, kanë probleme... 2 miliard... I bje në 200 milionën, ja? Po. A i bje në... Sa i bje në... 200 milion. Ja, bre? Qas, 1.2 miliard, 1.4 miliard, që shqy bje me dalnimi? 200 milion. Një më halë. 200 milion i vjen... Sa... A 200 milion e për të kanë këtë Evropën, apo? Qashtë të ishka. Po 80 milion... Dalëm tem, 80 milion, dalëm tem. Më lëshua blerim materialin e por, që të në mes e të diskutojnë me jetonin dhe të në keni me e po me materialet tjera që është e vërtet. Gati 1.2 miliard njerëz në mbar botën jetojnë me që regullime mendore. Shëton me një jeton, a bajna pjesë në ti? Ja, du më të regu një të vërtet. Hajde. Mas luftës në Kosovë, ka një organizatë të qytur mjeket pa kufi. Ashtë të loja, po ka qenë të na aktiv. Të na aktiv? Pa. Edhe në një fshat, dikun, që kanë kalu shumë vështërsi gjatë luftës, shkojnë me bo një test sa kanë traumat luftës. Edhe e takojnë atë krye plakun aty nga tonë, i thojnë, me gjë e na ardhë me bo një farë testi, sa pasoja ju kalon lufta. A i plak edhe qëre me migjen të hajrë bëfshi e dalë, e nera të rritë, i lumi Allah ka dasht, që neve s'na kanë mu sëfart, e kena pështu mirë, do dekun i kemë, po pejmenve mirë jemë. E musu për me qatë javë qëtë migja që të një lakë në urtë mirë, rrim pak nërhije, se vera, edhe vazhdani. Po ata këshin të tyrë, këshin... Mi shkru. Po mi shkru. Edhe mirë mos me zgjatë, në një moment e shohin këta që po insiston plaki, gjithë qysh, që s'ka nevoj më bëk këtë test, i thojnë mirë, atëherë s'pojnë ngusëm, qitë test, po e bojmë veç me ju, për veç me mu dhe s'ka problem. Ja nisin me abarë të pytjet, rap. Krye plaki i fshatit del 98% I traumatizuar. me pasoja luftës, rrjedhimisht i traumatizuar. E tash, a bëjmë pjesë edhe onë e te që ato, po i pasha perenin po. Nuk jena mi. A që qaza ju? Qaza mirë. Ja, me A qaza. blerem? Vëlloj nuk kam. Ja, ka qalu edhe qaza. Cilën vene qaza? Qysh, kështu me numëra? Serenditje. Lejmërov në shalter qazim. Cilën vene mund me konë qaza? Vetë. Nejse, lese tani po thot, kur po ma përmeni emri mu, Perrit e audiencën. Pe këshyri, edhe 4.600 vetë. Jeton, do anë një pik... Qa tha? One more time, please. Ma si rime juve, Jo, si mirë, do, si mirë. Mirë, jo, mirë e lidhe, qaza. Ti ku ke... Jo, a i sa mërë qaza. Që qaza e bëjna vetë. Na javë dëshmojmë që për shemull, me materiale, me video materiale, javë dëshmojmë që për ime njerëzit nuk janë bash mirë. Janë pa që. Që këshyra i me autobusin, mi disë Shqipnisa, ku ka ndohë këtë nëse... Ska lidhe, Ska lidhe, ja. Që? Jo, Ta kjo ashtu i pakerën. aja se i gjomin këpi ashtu, aja se... Që? A përshë, Ski babash. a mos në vanë me dishka që të vakcinat? O jo, Allah, edhe para vakcina pa shefin akon. Pse po do që para vakcina nëse në angun s'kor me zede? Kur, reqan, Kur? Kur njerit dëmanë se këmë këshyrë në dritë synit, as me ngucë, as kur që këmë këshyrë ullën tem, prisi këmë marrë vakcinat, veç këshyrë kush. Po, mos t'i shkon në të në qeta mi pajtu në Kosovë, kem të Evropë me zvete, bële. A ka pas vakcinate? S'ka pas atër. E për qka vetin akon s'mut? Qëre jetë, na si popull jena Për qka vetin akon s'mut? Na jena marak në dy sene. Një e dim, s'kem nevoj me kalzu, edhe një në tokë. Në tokë, e vërtetë. Maroki jonë në megja, a e këpo hygjën,
ku të këqyrëm, na i thujna publiki jo një dashur, i thujna aty vendeve që jesin mes dy o burreve si kur utrin. I thëshin utrin, si kur copë dhe kërkujna. Ja, ato janë utrina është, po, sakt, është, Utrin, jo si si utrin, po serbisht. utrin. Si kur me thonë, me gjuzon. Aha, hygjëm të hojt e gardit dhe me zonë. Me zonë. Tani dela i thot, unë e kom pas menun këtu djallit, se s'tu i bike ulla, tani hygjëm i kop shëtnit e shati këtu në kry, a në fakt, po këthejem të aja para që jena marak, dhe ma, ja kanë gusë gratë një një tjetrit, e tani në rogë për tokë. Po thua. Po, e tani janë të në qeta hygjëm më ledhë në livada, bora, falja. Po. Falja, se u që të më forë. Mire, ka jetu në s'kena pas vaksina. Po, qëfar vaksina? E po thua që keq që ato është të sobe? Po, unë me nëjë që jetën... Ketë për megja? Ketë për megjë. Ketë për një të prejnë të megjës? Për një bit prejnë. Për midisit megjës. Për midisit. A ke po tash që shpedojnë megjën me kartë bankët kështë? Po, pëlloj. Po më pëllqenë edhe aja që pja ashtë të ndurët këtë më majtë. Më dhëmë, që që pa të emnin kamermoni që azim? Po, shërallë. Kalzom sheki, si ashtë e mundur për shau ti e Turqeli, sheki babën e kipi Kaçanikit, a non e kim duket prej Gilanit dikon. A jo? Qëton se këmë kuptu kur, sheki? Pi Medvegjës. A, pi Medvegjës, e që ashtu dishka. A vetë ti e Turqeli, apo? Po. Elhamdulillah. Vazhdojnë me emision. Edhe sheki nuk ka bash mirë, do ta dini publik i dashur, në ata 1,5 miliard ku jena edhe në jetoni edhe sheki ban pjesë. Qazimi dikon ti kthyrëm kena me shpërndana, kadal. Jetën Qazimi e mërë bajrakin. kur të nxehet. Ma bë mësja përmenem se do të mja bë bip. Mësja përmenem. Na kur të nxehemi jetën. Qysh? Go fond? A për qita po thëtë kjo mos ma përmen e emni. Qazim, incizohet për shembull një ringing tones, diçka o Qazim, unë e moj në telefon. Jetën, materiali dytë me kallëzu që si jena bashkë mirë, do për men me ashtë ke me bicikl që kishit a i më fladit atë ujin kry. Hajde te këshirë. Këshirë. Për cilë. 100. 100. Ndërko, po, në tjera. A më në bante, Fadel? Ka me provu se ke më... Të shumë që edhe në kam. Veç i shala në kom bje shala. Me tra shala. Tani do të më nejnë kam. Dëqysh heq nuk e trajtojnë atë që të pjesën e të qafës. Jo, po më interesant. Shumë hjek që ke qafa, se e marë një kry, mas pare që kjo kry mund me konë i meqëm, Mund me kojnë në pa lidhje. edhe mund me konë bëdalë. Qfar zullumi, ka qafa, Allah, Po i ndoj. qaf në fal. Po i qafa, bëne Allah. Bëne Allah, shfar kry po mënë. Kjo e ka qitë, në vend që i meshtime, thjesht bre, e vi që merë një kese, e shtenu një jo, kese. a i veç e ka desht me fladit tronin. Po jo be, Tronin e madh. jo be lojë se vëllaj me pas truaj s'kish pas Apo nevojë. thos ka pas nevojë me fladit. Sa ata kullerat i ka shumë të fort truni, ftofet vetë. Po, mire, Allah Gjeleshon e huj ka regullu do punë, ma e ftof njëm. Ja, e i ftof. Arsenali, o blerim, Arsenali a bo kampion? Mas 20 e sa vjetë. E tash nga 20 vjetë ka prit njëni më u bo Arsenali, edhe pak para se më u bo Arsenali e kishë lëshu shpirti. Po. Dhe më para se më u bo Arsenali kampion e kishë lëshu shpirti. Edhe një shok i veti, kishë vendos me shkumja kalëzun gjarjen, ndjeki materialin. Mas vjetë. Ka shku të vorët, Yes, Kale. Arsenal really why. mi thonë që a bo Arsenali a bo kampion. Ja kishë që edhe një dresje, ta një flamorë, këta top gjia, që ju thojnë Top gjinjet. top gjinjet, e kanë këtë flamorin me top. Edhe ja kishë quat kupën aty dhe i thot shokit vetë, ti se prita ma unë e prita. 27 vjetë të nga mas topit. Interesant anglez, Fadil.
jetojnë për futbol, dhe kanë atraksione, kanë të jashtëzakonshme. Edhe dyqysh, edhe i kanë emrat e mirë, adin Arsenal, Manchester. Jo, më duket besimi është me Arsenalin. Gjithë kanë avjat. Ja, bre, Po, besim. A ke avjat shkruna në koment. se di. Gom, leje që është të blerim, Ra, dhe ta qyrin publiku. Jo, më kujtu një Drenicak kur ka orë për i Zvizrës mas 30 vjetë para luftës. Po, Edhe atu kalu atë ka Komoroni, diku një shem në Lival të lume tëp, një farë tupi, gjysëm i shkyne, ja këshin shti do thasë, do se nes nuk hecë ke mirë, pja ma djallit vetë këthem në Prishtinë. A i Shakiba për tha këthem për thamë edhe të hera dy respekt, shkojnë të një dyqan atje krejt topat, shka e ka top, në dyqan i blinë, nalët të skejt rrugës japanodje, ma ta nalën. Merë një qëta topa mes ngani krejt mas një topit, se cili ta kini topin e ju. mos e ngësi. Pa po dhe se ajtë menu që këta përdojnë më rej për Po, dita. e vërtet është. Këtë regohet si Barcolet, po diçka të vërtet E ka. vërteta, shfar Barcoleta, se Barcoleta, nga më të tregoj jeta. Barcoleta ka një burim, ka një zanati. Barcoleta është ose angull, dikush e tani e kanë kallëzu në jashtë të tregoj. Për shkak qazimit që arxunë që e këm kallëzu, apo që arxu me trotinet. E ka hangër grimza. Tash dikush e ndreq. Po, e zbukuron. E zbukuron Ka edhe ajo tani afinitet. kur tani në qaza mendon që Barcolet. Po, ka afinitet me zbukuru dhe e forë. Ka njerëz që i tregojnë forë edhe vetit. Po, ka njerëz. Ja lëshon forën edhe kesh. Po, me pas holla... Qa i kështë më thonë? Qish shkon të vorë njerin e shqetëson, i thu Arsenali, po e ka kryba i me Po, di Arsenali. Arsenal e ka prodegën. Ati Arsenali, ja ka pro të pyti. Se shka u bo? A? Jo, s'ka lidhje, vazhdo. Qështu lenat, hiq me s'na ndra. Për tani në fort. Veç a jena të gjiru. A jena në live? E po mirë, qazimi të merat, a i për gjëgji transmitimi të në qaz. A mirë në qaz zero fotografia, për tani në fort. O Shënall, a jetë ka shqiptar? A jemi live? Vlerim, na po shkolla me materialin tjetër kadal, dhe vazhdojnë ase lajve të qështu e kanë, apetin, të vanë, ndodhe kja, mund me ra për shamëll Shenolli, bjen ullet, na shkojmë ja qesën pakoj, e këfjellëm, bjen tjetër kamerman, e të je. A e lëshojnë atë dilin gjinj, jetën në gjami. Të unë, janë dë fëmi i pej kur janë nisin me hec, janë përbeter. Ku i shkon menja, po kjo... Pa vëgjyshit. Mja bo fore. Pas pakove ma asrenas, kur gjash, dizenas, lëshojnë, vlerim, që? Që, ja morë kariken. Şimdi aldıktan beri. Ama bana çok kötü düşüyor ya. Ai i shkreti i smut, pikanve, s'ka mojtë shumë më gërmut. Zemra i ka kushtu me orë më falë. Pa normal. Edhe tash, pasha zotin Tilingjia që ta fëmija. Edhe, a e ke po një që apo hit për haj Bajromi? Aro? Aro, a? Kuma? A për shevlerim? Mirë që si pas ka fillon. Qevlerim. A më që o ledhe u këthy apet namaz. Jo, ja, i namaz këthesën, gjamija është ama... Se besimin e ka të fort, A Tilingjin ku me gjithë? A kalëzëm? Jetën, kalëzëm. A ke po ajë që dhe të përhajrë Bajromi? A ke po ajë mija që a bojit? Po, E përhajrë Bajromi, ti ma ha... Po, a vedin. Që si mija. e vërtet është. Edhe ky fenomen, na nuk i marim rasisht materialet edhe mi komentu. Ky fenomen e kemi pa edhe në për gjamit tona, besoj që pajtohen edhe ata që e vizitojnë gjamijat. Fëmijë të dashur, edhe ju që jeni pak matri, kur shkonin gjamija është shtëpi për mu falë edhe shtëpi e Zotit. Mos shkoni muze e batët e. Zakonisht në për Bajrama, në për Gjëmaja, në për kësi sene shkojnë fëmija dhe e prekin njërin, e ngucin, e bajnë. Zakonisht për Bajram, mija bojnë shumë zhurmë. Ke pa. Edhe dajma kështu hoxha insistan, mos bëni me zhurmë, mos bëni zhurmë. Nuk e din, gjamin tonë ndodhë një gjatë tjilë. Jo, në këtë gjamin ndodhin, po në vishë për lutna, mes me utalë se njeri
mujtë edhe më uthujnë midesë, për këpëtan? Po, e vërtet është se aja shkalla dhe qyshra edhe mosha... Po, ne? Po, dhe po... Ja, dhëmë të kishin mujtë se i kish pas kështu me qelës. Ku i ka ndreshën? Po, si ka ndreshë në venin e duhur, është koha me shku për mi ndreshë dhëmët në vendin e duhur të korona denti në Prishtinë, në Dardanit e doktor Shefkihoti, aty ju pret një staf fantastik, me që Rolofi ju kena kallëzu, për ja vlen ju kallëzu edhe njëherë, që për drejtim të dhëmbe, mjë dhonë drejtim dhëmbe, tela, mjë ngjit fëmijëve, implante, shërim, ngjitje dhëmbe, e keni venin fantastik të korona denti në Prishtinë. Mos harroni, dhe im të adhomi zdorohet të korona denti në Prishtinë. E na, për të korona denti në Prishtinë, përshkojnë atë marketingu bloku i por, ma në menë, ke emision ju ka kushtu ati materialit por që bota 1.2 miliard njerëz nuk janë mirë me shëndetit mendor. Shkojnë me marketing edhe këthejme, me së ndërmej kanalin. Në kuadrë të aty në materialeve që kanë lupimenve, do ma që i pat gjamia, aj me bicikl, aj që rrejet në komunikacion, e kena edhe një që unë menoj që duhet t'ja... Ja, je karige, sigur që e fëmi janë. E këtina, nuk po thojnë ana mja hek, po unë menoj që këtina aduf mati mja hek, dikosh kariken. Ja, je karigen edhe... Lësho, do ma në Sali Berisha, a ka fitu? Tuaj për qenë ju kandidati për kryeministër i opozitës në vitin 2029, apo ka planet të tjera për të nxjerrë kandidat tjetër? Si e shikoni? Osman, një mik të çmuar që është të vërteta, e ka muruar kryeministër kur ai ishte 95 vjeç. Dhe po të lexosh për të ti, ai drejtoi me sukses të plot atë qeveri, po a do jam unë si ai, kjo varet nga i madhi Zot dhe demokratët. Lidhja atë materialin tjetër me njerë blerim si interesanta. Lidhja me njerë dhe më materialin tjetër, qa. Po ti pjestosh për 2 moshën time, e Prishtinës. Në një kraj shënkon, 2 shënkon, se... Ka është në gokë këtë gazetaren, se kjo e fantastike, në që përse është. Apo hohen me zveti ka? Apo hohen lëp me zveti. Lili, Berish, Ama që e kja shumë e bukur. Neve se Berishës ja qita o që. Apo hohen me Apo hohen me zveti? veti. Ja po më gjihen. Qyre Vadil, se të këthejemi pak të ne e trajtena këtë temi. Po dhëtë, ja boni një pyetje shumë të thjesht, a pretendoni mas si jeni zgjedhë kryetari PD-s, mas 4 vjetit e një kandidat e kryeministër, kjo me gjas në mas 4 vjetë kjo i bën 85 vjetë. Ta shqyre që ka është më nëzi, 85 vjetë, edhe tha, në një moment tha, Osman, kështë që kje të regan që joni e mirë me fiqirë, ta mbaj emrin tënë Osman. Tha, një miku imi, tha, një miku në tim e Eurova, kër u zëdhë kryeministër në moshën 95 vjeqare. Një mik i imi i çmuar. Një mik i imi, që është e vërtet dhe një mik i imi i çmuar. Mirë, ty e pas ke mik çmuar. Ama kushan? Po jo, s'ka lidhje, po, qka përna hinë punë, Sali, a është mik i yti i çmuar, as është, a kemi konë kandidat për kryeministër? A pe këpëtan? Sa
Gazetari ishte tendencias, se I thati deri sa të bosh, se në fakt nuk bëhet hiç kryeminist, edhe se sfiton PD-ja. Jo, po në qoftë se fiton. Ja, në qoftë se fiton ai 2029. Qoftë se fiton, shoku Vadil. Qysh mënet me përfaqësu gjeneratën zë që ki qefti me full? Qysh nihet një fëmijë gjeneratë zë I përfaqësu nga një 85 vjeçar, respekt për 85 vjeçar. Jo, për Sali Berishin jemi të volë direkt. Ku korespondon kë me mosh një 85 vjeçar me një fëmijë që ta kap telefonin, ta bërrot me inteligencë artificiale, me ato. Edhe ai hen live. Sali Berisha gjithë ditën rri live. Po pse mos ka me bona I puna? Jo. Jetan. Pas live. Jetan. Kthehemi pak. Kur e ka njëre dhe një barke I thu që ati plasë. Na, po kthehemi pak të nona tjetën. Ani. Do me dhënë se nona është gjëja më e rëndësishme, gjenitja është në rikëm të nënës, që shtu thujnë. Ja kalon djolit vetë dëpore në sabah. Dhe zakonisht, kur t'jalon ashtë të letra me letër të shkrune, që lëshua blerim. Ka që po t'imami birë ha diqka, do më 60 lek janë të Shqipërisë. Ky ja ka uru ditlinjën, në normal, kanë kalu disa vite, edhe ja ka uru ditlinjën me disa mijë asi euro atje, 200-400 kontin janë 1.000, I ka thënë orime ditlinjë janë në. Ky respekti të na nduket është veç në për rrjetet sociale, s'po shohën bash në qëra të bukra, për Bajram, Halki Diki. Po, Diki Halki. Tha, mos hajtë një për Bajram, tha se na jena në Halki Diki. Edhe a ke po, Fadil? Jetëne, pse upi që ke prime? A ke po, Fadil? Pse upi që ke tradita, për shembull, për Bajram, ose për qëto festat, a e ka bo dinamika, apo lidhëm të aj materiali atje që jena 1.2 miliard, nuk jena bashmirë? Jo, po gratë vendosin e Fadil. Gratë. Zvanë mirë në u burët. Qka të provani nga problemet e të qëllës. Dhe më thonë jetën në emision, 118 emisione, unë këmë thonë gratë, storit në Instagram I kanë fajet këse ke, ja, jo I të gjush sot e pranove. Spolen. Kush I kanë fajet? Po ty tash, unë nuk më me thonë që ashtu që për kërkan te, unë pa e zgjeru pak, se te unë dekontekstualizojnë. Mund është deri në fund, se kam qef. Këshore, burat, në situatën e cilën e më përjetojnë janë për gjuna. S'po të tomë ty, po tomë kështu. Ata 1.2 miliard. 1.2 miliard. E që me gjosë, mujna me kona dhe na. Me gjosë? Edhe në veç që thojnë gratë, show se po shkujna. Në deti. Islami. Lebe heqo Islamit ja veshe që bibi e era që nefe heqo për dire. Po vloa ka. Po heqo për dire. Qu, kapi, bam, tam, bram, bam, bam, në deti. Edhe kjo është punë e sëst. Nuk është vullneti I bura me shkundeti, ma e men. Përbena më? Kalzana është vullneti I bura, po është në koment. E ta shjetoni kamet kalzo. Gërbe qartë edhe mërgata jonë, zakonisht për këto festat vinë. Edhe vinë edhe na akuzoj neve, na thojnë, po ikni për ne, prej neve, edhe po shkonin deti. Edhe unë e patën një debat me disa Parefes. Thash ngom, ka kaluaja koha bre, kur na krejt shpia, kur vishi jo merë shumë pushim, dikush pushim mjekësor, dikush, edhe ju si u qeshi kështu me kru bëthën, na menajshëm që për nëzër një kuletën. Tash, pare me, kam thash, ju I një shku edhe I një metë, do më me tradita, me sene vene, te na, jo që na po dojna mjë ka përcy juve me Evropën, a përdi dhe me konë të evropianizot. Po, ti po më thumu, pse me ardhë gryja jeme në shpi, e me shku me fshi shpin, që ka nejtë për shalë 6-7 mujtë thotë shpia, po hinë që të në hotel, pe paguj 30 euro natën, po më del ma lirë se gruja alodh atje në Gjermani. E gruja, me ta bo piten. Pse Fadil, si dish televizor këshyrë me bo fesat?
Pse be vlla po bën? Kjo son rregull, kur gjon hiç son rregull. Pse po bën feso? Pse po bësh feso? Unë me ta bë pitën, unë me ta bë ato, me marr pushim, ti kur shkoj në Gjermani. Çka ato më ta bë ato? Sa ne mene, ti kur shkojsh në Gjermani, thët, na kemi rregull këtu në punë do të më shko. Po rregullat vlen për vende normale. Nësë jem normal, a? Tash, unë nuk e di. Se... E mirë që kjo, E bre, pa dire... Rasisht nuk ishte kjo me pare të dhe nona që ja kalon 60 lek ati na djallit jetën në hangren, qmimet në hangren, supermarketet, dojnë menash katru, gazetari jonë, Avniju e ka ba një lajm ose një analizë dhe ka dalë ka pyet. Edhe këqyreve shka thojnë ndërkombëtar, se kur po thojnë ana, për na shkruajnë njerëzit në privat, po dhe nuk është e vërtetë që shto standardi usulmi në Ukrainë 150 o ti aran. Ma shtrejtë se në Gjermani janë çmimet, e të marrë vesh. Tash sulmi në Ukrainë, për shembull, shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme, drejt që 5 vjet Ukraina është në luftë. Prit të thiri letanale. Që 5 vjet Ukraina në luftë, dhe më thonë, Kosova është në gjendje paqe, edhe është ma varfër se Ukraina. Trump, please, can you open atë Hormuzin? Edhe bën jagues. Trump, e bërma një grëvlan, blerim. Trump, can you open the Hormuz and stop the war in Ukraine se na I qive nonën me qmime. Prime kam. Okay, thank you. Hajde ma. Dhe më dhanë, shohë materialin kështu nga 3-2 vogël, qyshe lëshërë. E kena pas thonë edhe në një prej emisione, ose onë se Fadili, po s'ka fare rëndësita, po më do këta që frigidere është kam jasenet. Mu ka po frigidere për bindës. Unë shti, aj po mi hanë, po mi pinatën. Me këshyrë për mas, mos ka im sheje. Ashtë e vërtet se më duket që dyve na u kam prishë të frigiderat nikosisht, atë të integrumit. E këm pas një kësi në balkon, kësi a gjithë kështu normal, jashtëm. Ta që këm shtinja aty se adi gruja, ma mirë më duk, ka njësë zhurë më bana më duke të hangër. Se për punan, se frigidere ka ha notën. Notën s'po me hangër asë frigidere. Lëshua avnin të këshyrëm qmimit, lëshua. Çmimi për një kafe në Itali është vetëm €1, thonë vizitorët italianë që kishin zgjedhur vendin tonë për ta vizituar. Vizitorët gjerman krahasojnë çmimet e produkteve ushqimore, ndërsa thonë se në përmarkete atje çmimet e produkteve bazë janë më të lira se në vendin tonë. Sa I përket çmimit të ushqimeve në për restorantet e çarshis, thonë se çmimet këtu janë më të lira, por kur bëhet fjalë për restorante më luksoze nuk dallojnë. Here are cheaper, generally speaking cheaper. There is a big difference between the center of the city and a little of center places, but yes, it's cheaper. In my city in Trieste is cheap cheaper the coffee. Coffee than here. Espresso. Espresso. How much is espresso in Italy in your country? €1. Market Shumë të rastin me përshëndet një mikun tim që kom Trieste, Leon, Well, you have other market than we in edhe një ashtu edhe Roberto. Amo, 80% is coming from China, so it makes no difference. Nga ana tjetër, pronarët e restoranteve të çarshis thonë se janë të varur kryesisht nga turistët. Pasi kohëve të fundit, vizitorët e vendit janë gjithnjë më të rrallë. Jo, në çështjen e turistave nuk kemi ndonjë ankesë, përveç veçanërisht kemi turistë nga Turqia, ato pak ankohen, po tjerët nuk kemi ankesë nga turistave. Po është problemi se s'kemi klient të vendit, domethënë, nuk vjen na vizitojnë shkaku pse kanë hip çmim. Gjatë ditës nuk kam mushteri të vendit, këtë turista. Edhe përkundër rritjes së çmimeve, vizitorët e huaj këtë vit janë më shumë në numër se vitin e kaluar. Preferencat e tyre sa I përket ushqimit janë kuzhinat tradicionale. Se di me vla pi Triestës me ardhë edhe me hinë qarshi edhe me pi makjatën, jo me pi makjatën njërë 70. Edhe mu ankua I Triestës. Po më Macedoni me Fati. Po, a I ka ardhë vend turistik, no era, aja atje se një bota, se dinas kusha Italia, kusha di, kusha Italia. Me qëra Allafi. Po, qazë? Macedoni ka, a di kusha? Macedonia, kusha Macedonia pa mu, o era. Europa pak kam një Macedoni.
Me Qerollafi unë kam vizitu Triestën, është një vend bregdetar fantastik, edhe bregdet me konë, kapet ma lirë, se në qarshi edhe qëta e niva. Po qatë shpirtëzije në unë edhe ti, kena me një edhe shumë të zeza, ma e me. Triesta është vend bregdetar, e ka një ditë fantastik, edhe ka një rini fantastike, nuk kom pa 30 reja ma shumë se në Trieste. A lidhë më në të jeton, se biletet janë lirë, mujna me bon një ullëtim, mundë me bon Gjermani, ti hini knena ose anasjeltas, edhe i morëm 100 euro e bojnë kështu si social eksperiment, shka po mund është ti me ble, njëta cene i blejna. Që unë e pja bëj një... Për shamal një shampon? Leo, pritëm në Triesta me bo një test për emision. Okej, Leo. Ti konë për thirë? Bac. Normal, bac. Bac. Bac i zënë miljona atje dhe bajnë, në Gjermani. Ani, me 100 euro, ngom që azem, adi që kemi din. Idin e kena, një shampon me ble këtu, një shampon... Aneve, hajde. Një shampon me bleti në Gjermani, një shampon në Triest. Unë me ullë me pi një kafe në Gjermani, ti në Triest, edhe qazimin në qashi. Edhe qazimin, u kry qazim knena isë. Afranës shqitën, qazim. Ti e hongre qazim metë në qashi. Keni lupi i menve. Ma shtrajt i del qazimit. Jo, dhe të nga mja dhona, përdin, po vishë mi marrë ato këfitungat. Pa. Keni lupi menve ju biznismena, dhe ma komplet keni lu. Ju në për kafe keni lupi menve. Ata turistat mire tha qaza. Ata e pagujnë me vla se e nërë në Maqoni. Maqonia vend turistik. Europa da pret me inë mazëni. S'po dojnë Mickovski. Pe lusin për dit. Europa për dhe ta tim në Maqoni. A si kam plëtsu disa kritere. Bashkimi Europian. Bashkimi Europian. Ha, do të një 4 pitëjt. Po që, jo ka... 4 Mas pari du të me bon ju macchiaton ose espresson du të me bon 1 euro 80, ma të keqen. E ma të mirën dherë në 2,60, dhe ma nësë me pas na probleme me juve. Hamendësimet e tila, ose 9,99 një espresso të shkurt. Po, ngom, logiken bejetën se njekin turistat. Aje ka për shambull rrugën 3.500 euro. Apo, e pinë macchiato 1 euro. Na e kena 9.000 euro rrugën. Po, e vërtet. A me kupton, a i do të me kuptu që me neve? S'mon më shty. S'mon më shty. Edhe vlot do të shkon vene ma të lira, do shkon front. Plus, pse me ardajnë mas dëni të e pas front, se ma lirë. Edhe nga mundi ditë milësha i shteti, 10.000 euro, tha s'podina ka Milan. Në qofë se dënë pak, halo ma lirë në Gjermani. Shkove vlo, edhe vend palidhja, bjen shia, vide. Le atë mund. Ose shkon Londër, këtë fole kitë, që është i po vjen në luks. Luks, këtë guri. Po vjen në qarshit. Ka shkel Aleksandri Malë. 100 pak cigares të së në gjithë në rrugë. Kush? Pastërtia në nivel. Pastërtia në nivel. Përshallojnë delkimia. Moca të përshëndet me Moca jo po delkimia qika është në qeba, po të jaran. Nashta qëta e kanë qëtë. Qëta e kanë qëtë. Po moca në qërshi, sot qeta jenë. Ti kalena e moca ju që që ama ata italian ti kanë qërë këtë kofshët. A, ba, më zirë. Mi kanë kofshët. E poshe, po. Sture. E po në story. Qefi kishën, qef të madhë. Republika e Maqonis, ministria më duket, si di, valla, mësë më ngosë, mësë më nëne, së deshta me dhe ministria për këtë... Kërë e më rinë standardin të një normalisht, qka ku me bo shtetet e tërsen, i ka qitë kënë të rëzi, i ka qitë kënë të rëzi, ty ti ka lëshu 10.000 euro, do më gjithë qka orë në vi, veç duhet më kujdes për kodin e veshjes. Ka thonë publiki dashur shteti, mës dilin nga qica. E me shku me marrë letërftimin për shamo. Mos jeni në për institucione kulturore, shtetërore, nga qica. Edhe prej me si më pas me qef, dhe qish buri brohin këto, apëtin? Ke lujt ke. Ja, prej me. Se sto as me pipsën e mbullen. Ja, prej me. A ka mbullen me gujë, për duar, e maj blorë. Prej me kam i qesin të burra bruat, ato qikat pipat e moja, se që thëtë dhajnë, thëtë kuhinjet me moja cicav në instituciana, vedin ato
Sham, pa vlisë, sham. Ja, njëre mërë ka thonë, që në shumë, Vjorim Shtalla shkojnë të marketingu, se e një të ata cërë. Pas vendimit për vendosjen e kodit të veshjes në hapësirat e Departamentit për Punë Civile të Ministrisë së Punëve të Brendshme, jo të gjithë qytetarët e respektojnë këtë rregull të ri. Disa prej tyre janë paraqitur me veshje që nuk përputhen me rregullat e përcaktuara, duke treguar se zbatimi i vendimit ende nuk është i plotë. Megjithatë, pavarësisht mos zbatimit të plotë të tij, disa qytetare konsiderojnë këtë vendim si një mas të duhur, duke theksuar se institucionet duhet të ruajnë seriozitetin dhe rendin. Се съгласен абсолютно. Абсолютно. Гошта. Не може со голи пупаци да влезе да вади лична карта. Голи пупаци. Генерално се съгласувам, все пак се правила, ако ги възпоставила Министерството, мора да ги почитуваме, како и да е. Сега, за тоа дали се добри или не можам да навлегувам до детали. Да, нормално. И треба така да биде. Не сум запознат и тоа треба да има. Че? Не можеме ми суд. Да. Не можеме ми на суд или гол некој да се соблече надвор и да влезе во институција. Треба да има некој стандарди сад. Ministria e Punëve të Brendshme arsjetoi vendimin duke thënë se këto masa do të shërbejnë për ruajtjen e profesionalizimit, dinjitetit institucional dhe kulturës së respektit të ndërsjellë, duke mos përjashtuar edhe të gjithë të punësuarit. Do më thonë njëtan, kur shkojsh në Ministri të Punëve të Brendshme, me nxjerr pasaportin, mos më dil me cica, jashtë, as me bro, veshë veran si njeri, do më thonë veshë me pantoll të gotë, jo që shtosion, se më shko pa në zetë, a vete, po veshën i këmish, shko, sa minuta mo? A shkojna me marketing? Ti tash se vedin që unë e vliqim ma shpet me marketing. Hajde shkojmë, hajde. Kem të deshtë me shtinje dhe do materialet që në kanë me që të dëmonë në 2-3 materiale për kohas të në premëtan. Ske kismet. Dëmonë veshno, publik i doshër. Kur shkoni në institucione, veshno. Kur shkoni me flenjt, deshno. Edhe veshno. Mos harroni për shefin tuaj dhe tonen me boni subscribe në YouTube-in e Alsatit. Edhe me i vizitu të gjitha rrjetet sociale si bie fjala Facebook, Instagram dhe TikTok. Dhe për informatat më të fundit, më të rejat që ndodhin vend rajon, edhe kur e merr informatat në të Alsati, mos e kthe kry 2 herë me menu a ke sahi kjo punë. Mos harroni me vizitu portalin e Alsatit, alsat.mk, deri në javën që vjen, ja u dëshirojmë këtë mirat e dyjes. Ju që i një ardhë vonë dhe ju ka ike emisioni të shtunës, në ndisni të djelen në të njëjtën kohë, 19:45 në televizion e Alsat dhe në rrjetet sociale Facebook, YouTube, etc. Mirë mbeçi, veshno djemë, kur shkoni në institucione, veshno, mos dini cullak. E din ata. Veshno. E din ata. Hajde natën e mirë,